Tre drejtues së policisë së Durrësit janë pezulluar nga detyra për performancë të dobët pas aksidentit të rënd ku dy fëmijë të moshës 10 dhe 12 vjeç humbën jetën dhe një tjetër u lëndua. Në njoftimin zyrtar bëhet me dije se drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, ka pezulluar nga detyra drejtorin e drejtorisë vendore të policisë Durrës, Afrim Tafa, zëvendës drejtorin për rendin dhe sigurinë publike, Zia Sulaj, dhe shefin e sektorit të policisë rrugore, Kreshnik Skëndo. Një hetim disiplinor ka nisur për të vlerësuar nëse ka apo jo përgjegjësi në radhët e punonjësve të policisë. Për këtë rast, policia raportoi se autori Nikol Radaçi rezulton si shofer që është ndëshkuar disa herë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Vetëm në vitin 2022, 57 vjeçarit i është pezulluar 2 herë leja e drejtimit të makinës, ndërsa është sanksionuar edhe më parë për parakalim të gabuar dhe për tejkalim të shpejtësisë.